Të dashur dëgjues të Radio Maris, ju ftojmë të ndiqni emisionin Lexo Biblën me ne, me komentim biblik nga Don Simo, pikpamje katolike. Në takimin e sotshëm fillojmë leximin e librit të dytë të Samuelit. Do të bëjmë një hyrje të shkurtër në këtë libër të jashtëzakonshëm dhe pastaj do të lexojmë dy pjesë prej tij. Leximin e tekstit do ta bëj Arben Jashari nga Zürich në Zvicër, katekezen Mirela Dragusha nga Lezhë. Libri i dytë i Samuelit, e përsërisim, është një libër i njëjtë me librin e parë të Samuelit. Me fjalorin egzegetik themi se këta dy libra kanë të njëjtën autorsi. I përket profetëve të hershëm në ndarjen e Biblës hebraike, në vijim Rishonim e quajnë ata, bashkë me librin e Josuehut, të gjyqtarëve dhe me dy librat të mbretërve. Ndarja në librin e parë dhe të dytë të Samuelit, e kemi thënë tashmë në hyrjen e librit të parë të Samuelit, e ka burimin tek përkthimi greqisht i të 70-ve, Septuaginta. Sipas tradicës rabinike, këtë thekson Talmudi Babilonas tek Baba Batra 14b 15a, libri i parë i Samuelit është shkruar prej profetit Samuel deri tek libri i parë i Samuelit kapitulli 25. Kjo patjetër është çështje tradicionale, ja atribuon Samuelit vetë shkrimin e librit që mban emrin e tij deri te vdekja e profetit. Prej librit të parë të Samuelit kapitulli 26 dhe deri në krejt librin e dytë të Samuelit, sipas Talmudit, autorsia u përket dy profetërve, Natan dhe Gad, që janë dy profetët kryesor të këtyre dy librave. Kuptohet se këto tradita janë, ne i quajmë, konstrukte të mëvonshme teologjike, nuk janë të dhëna historiko-kritike. Studimet historiko-kritike kanë qitë në pas se libri i parë i dytë i Samuelit janë produkt i një procesi të gjatë që përfshin të paktën këto shtresa kryesore. Shtresa parë shkruan mbi ngritjen e Davidit, kapitulli 16 i librit të parë të Samuelit, deri te kapitulli 5 i librit të dytë të Samuelit. Në këto kapituj, autori ose redaktorët e kësaj pjese kanë pasi qëllim kryesor të argumentojnë pse Davidi meriton të jetë trashëgimtari dhe jo Sauli. Pjesa dytë është lista e trashëgimisë. Kjo tregon ngritjen në pushtet të Davidit, marrjen në pushtetit dhe trashëgimin e tij. Siç e dini, mbretëria u trashëgua prej Salomonit, djalit të tij. Kjo pra pas kapitullit 5 të librit të dytë të Samuelit e deri në fund. Disa elemente profetike gjejmë këtu, sidomos profecinë e Natanit te kapitulli 7 i librit të dytë të Samuelit. Këto elemente profetike janë gati me siguri deuteronomistike dhe kanë si qëllim të themelojnë teologjikisht ngjarjet e rëndësishme që ndodhin në këto kapituj. Libri i dytë i Samuelit, kapitujt 21 deri në 24, pra këto kapitujt më të fundit janë shtojc, që shpesh quhet shtojca e Samuelit në letërsinë biblike. Kjo përmban gjini letrare të ndryshme, eciologji për shembull. Eciologjit janë tregime që kanë si qëllim të kallëzojnë arsyet pse gjërat ndodhin. Përdoret kjo fjalë edhe në medicinë për shembull. Në Bibël, eciologjit zakonisht i ngjyrosin ngjarjet me elemente teologjike. Arsyeja pse ndodhin ngjarjet është sepse Zoti ndërhyn. Kemi pastaj lista heronjsh, gjejmë edhe dy poema, në kapitulli 22, që është paralel me psalmin 18, si edhe fjalët e fundit të Davidit të kapitulli 23, rreshtat 1 deri në 7 janë dy poema të famshme të këtij libri. Mbi datën dhe vendin e kompozimit të tekstit, ju ftoj të ktheni te libri i parë i Samuelit, sepse për pjesën më të madhe të bisedës, çështjet të lidhura me vendin dhe kohën e kompozimit të librit të dytë të Samuelit koincidojnë me ato të librit të parë të Samuelit. Shumë shkurt mbi strukturën e librit të dytë të Samuelit, libri ndahet zakonisht në 4 bloqe kryesore prej autorëve që e kanë studiu. Kapitulli 1 deri në 5 është pjesa e parë, është ngjitja e Davidit në front mbi tër Izraelin. Kemi te kapitulli i parë, rreshtat 1 deri në 27, vajtimin e Davidit për Saulin dhe Jonatanin, që kemi përmendur. Prej kapitullit 2 e deri te kapitulli 4 rreshtit 12, Davidi bëhet mbret në Hebron. Prej kapitullit 5, 1 deri në 25, Davidi mbret bëhet mbi gjithë Izraelin, pushton Jerusalemin dhe fiton kundër filistejve. Pjesa e dytë e këtij libri
merr kapitulli 6 deri në 10. Davidi është këtu në kulmin e mbretërisë. Kapitulli 6 rreshtat 1 deri në 23 merret arka beslidhjes dhe transferohet në Jerusalem. Kapitulli 7 aty gjejmë orakullin, profecinë e famshme të Natanit që e kemi përmend, që është deuteronomistike, është koha kur Davidi përcakton lidhjen e beslidhjes. Kapitulli 8 atëherë 1 deri në 18 dhe gjithashtu kapitulli 9 deri në 10 janë përmbledhje të disa fitoreve ushtarake edhe administrata e Davidit edhe disa betejë tjera. Pjesa e tretë mund të themi se është tregimi i krizës së Davidit. E dim kur gjërat shkojnë mirë, ato nuk shkojnë mirë pafundësisht. Herët ose vonë vjen koha e krizës dhe koha e krizës tregohet në kapitujt 1 deri në 20. Kemi çështjen e Davidit me Batsheva, me Betsaben dhe Urin, do ta shohim këtë pjesë, qortimin e Natanit. Atëherë kemi problemet familjare të tija, çështja e Amnonit me Tamaren, janë djali dhe vajza e Davidit, dhe Absalomi, djali i tij që hyn në kryengritje kundër babes së vet, por ndër tjera Absalomi vret vllon e vet Amnonin. Do t'i shohim këtë ngjarje herën e ardhshme. Atëherë kemi kthimin e Absalomit në Jerusalem. Kryengritja dhe vdekja e Absalomit tregohen pikërisht në këto kapituj. Cilat janë temat teologjike kryesore? E para temë që po përmendim është tema e shtëpisë së Zotit. Libri 2 i Samuelit është një libër plot me tregime, nuk jep përshtypjen e një libri teologjik, por te kapitulli 7 gjejmë thelbin teologjik, ndoshta të krejt Biblës hebraike. Kur Davidi shpreh dëshirën të ndërtojë një shtëpi për Zotin, bajit në hebraisht është vend i rëndomt i banimit, përdoret edhe për njerëzit, shtëpia tona, një shtëpia jona është një bajit për shembull. Profeti Natan e ndryshon punën krejtësisht. Nuk do t'i ndërtoj Davidi shtëpi Zotit, por Zoti do t'i ndërtoj shtëpi mbretërore e Davidit. Shtëpia e Davidit, trashëgimi i atij do të jetë një mbretëri e amshuar. Ky premtim i Zotit bën diçka të rëndësishme, pa marrë parasysh sjelljet etike të mbretit, mbretëria e tij nuk do të përfundojë asnjëherë. Pika 2 teologjike është se Zoti është ai që e drejton historinë. Libri 2 i Samuelit është një libër që posaçërisht shpjegon domethënien teologjike të besimit në provaninë e Zotit. Gjithçka që ndodh këtu ka një pasojë asisoj që në fund të theksojë veprën e Zotit dhe mirësinë e tij të shfaqur me provaninë e tij. Zoti i sjell mbar si faktet pozitive si ato negative për të mirën e njerëzit. Mund kuptojmë këtu një thënie të famshme të Shën Palit tek letra Romakëve kapitulli 8 rreth 28. Ai thotë kështu: ne e dim se hyjë në gjithçka bashkëpunon me ata që e duan, me ata që me vendimin e tij janë të thirrur. Është ky ndoshta një prej citimeve të beslidhjes së re që më së miri e shpjegon temën e provanisë hyjnore. Ky libër flet edhe mbi mëkatin, drejtsinë, hirin. Është shumë i famshëm rasti i mëkatit të Davidit me Batsheva, gruan e Uris, por edhe këtë ngjarje Zoti e shndron në element providencial. Batsheva, Betsabeja, që është e përkthyer në shqip, është nëna e Salomonit, trashëgimtarit mbretëror. Edhe këtu gjejmë elementin e paradoksit. Ky ishte djali i fundit që i lind Batsheba, të paktën sipas librit të parë të Kronikëve, kapitulli 3 rreth 5. Zoti zgjell Salomonin para shumë tjerëve që kishin lindur para tij. Tek libri i parë i Samuelit, kapitulli 13 rreth 14, lexojmë se Davidi ishte mbreti sipas zemrës së Zotit. Kjo sepse në krahasim me të gjithë tjerë, Davidi pendohej pas gabimit. Davidi mësonte prej gabimit të vet. Tek libri 2 i Samuelit, kapitulli 12 rreth 13, theksohet se Zoti ja ka falur mëkatin, por libri 2 i Samuelit, kapitulli 12 rreth 10, na zbulon diçka jetësore. Shpata nuk do t'i ndahet asnjëherë shtëpisë së tij. Është metaforë e sfidave të jetës me cilat mbreti duhet të ballafaqohet. Ballafaqohet mbreti e ballafaqohet secili njeri. Shpata nuk i ndahet askujt nëse duam të qëndrojmë besnik kësaj metafore. Do të ishte iluzion i madh mendimin se mund të përjetohet jeta pa pësuar disfata, pa travaje të shumta, por njeriu duhet të di si t'i përballojë sfidat e jetës. Dhe ta ketë parasysh se provania e Zotit nuk i largohet asnjëherë. Nga libri i 2 i Samuelit, kapitulli 5, rreshtat 1 deri në 5. Atëherë erdhën të gjitha fiset e Izraelit të Davidit në Hebron dhe i thanë: ja, ne jemi ashtë i yt dhe mishi yt. Po edhe më parë, kur Sauli ishte ndrejt të hyjnë, i shëti ai
që i drejtoje të gjitha lëvizjet e Izraelit. Edhe Zotit e ka thënë, ti du të akullotesh popullin tim Izraelin dhe ti du të jesh prirs mbi Izraelin. Po ashtu erdhen edhe të gjithë plesht e Izraelit të mbretin e Hebron dhe Davidi mbret lidhi beslidhje me ta në Hebron e prarinë e Zotit. Ata e lyën Davidin mbret për mbi Izraelin. Davidi kishte 30 vjet kur filloi të mbretroj dhe mbretroj për 40 vjet. Në Hebron mbretroj mbi Judën 7 vjet e 6 muaj, kurse në Jerusalem mbretroj 33 vjet mbi bar Izraelin dhe Judën. Tregimi që lexuam përshkruan intronizimin mbretëror publik të Davidit. Libri i parë i Samuelit, kapitulli 16, e kemi thënë, tregon se Davidi ka qenë lyer mbret prej Samuelit. E mbani me në episodin tek shtëpia e babës së tij, Jishai. Libri i dytë i Samuelit, kapitulli 2, rreshti 11, tregon se Davidi ka mbretëruar 7 vjet e gjys mbi Judën nga qyteti Hebron në hebraisht. Ndërkohë që thuhet tek libri i dytë i Samuelit, kapitulli 2, rreshta 8 deri në 10, se Bet Israel, shtëpia e Izraelit, ka ndjekur Ish Boshet. Ish Boshet ishte biri i mbetur i Saulit që akoma nuk ishte vdekur. Avner e kishte ndihmuar djalin e Saulit, ai që kishte fjetur dhe se kishte ruajtur mbretin, siç treguam herën e kaluar. Kjo qet me pa faktin se kishte persona që mendonin se trashëgimia e Saulit duhet të ruhej, pa marrë parasysh fundin e tij tragjik dhe as pak të ndershëm. Por tek libri i dytë i Samuelit, kapitulli 8, tregohet se Avneri vdes, edhe ai i vrar, sikurse edhe djali i mbetur i Saulit, Ish Boshet, te kapitulli 4. Vdekja këtyre dy personazheve dobëson rezistencat e Davidit, ishin dy nostalgjik të kohës së Saulit, gjithmonë gjehen nostalgjik të kohrave të kaluara, sepse u duket se aso kohrash gjërat kanë qenë më mirë se sot. Ka njerëz që njëmen mendojmë se për shembull në Shqipëri ka qenë më mirë në kohë të diktaturës se sot. Zakonisht ka njerëz aso kohrash kanë pasur privilegje që sot nuk i kanë. Dhe u duket se ka qenë më mirë, por nostalgjia për të kaluarën është tundim. Asnjëherë nuk ka qenë më mirë se sot, sepse si është sot nuk varet prej kohës, por prej njeriut dhe qasjes që njeriu i bën kohës. Por edhe sikur të ishte vërtet se në histori ka qenë më mirë se në aktualitet, prej kësaj nostalgjie nuk fitohet asgjë. Tundimi këtu ka si qëllim të shkurajoj vlerësimin e të tashmes. Rreshti i parë thekson se 12 fiset e Izraelit erdhën në vizitë te Davidi në Hebron dhe i thanë, ja, ne jemi ashti yt dhe mishi yt. Mënyra se si hebraishtja e shpjegon ardhin e tyre është se, sikur se thot në tekstin origjinal, kol shifte Izrael erdhen tek Davidi në Hebron, të gjitha fiset e Izraelit. Kjo pra shënon plotësinë. Çka po vendoset këtu ka karakter që mund të quajmë sot juridik, nëse të gjithë bien dakord. Dhe faktikisht bien dakord, siç po e shohim. Hebron, qyteti që ndodhet në jug të Betlehemit në Negev, është qyteti i patriarkëve. Atje dim ishte varrosur Abrahami, Zanafilla kapitulli 23, atje kishte jetuar Izaku, atje Davidi fillon të mbretërojë mbi Jude. Prej Hebronit, vendit të patriarkëve, fillon trashëgimi i premtimeve të beslidhjes, të premtimeve që Zoti ka bërë Abrahamit. Fiset bëjnë këtë deklarat, po lexojmë një herë në hebraisht, atëherë po e përkthejmë. Hine atzmecha u vësarcha anachnu. Ja, ne jemi ashti yt dhe mishi jot. Fiset shpallin se Davidi është një nga i njëjti trup si ata, jo një i huaj. Është hapi i parë i pajtimit të Judës me Izraelin. Hapi i parë i shpëtimit ndodh kur bashkësia konsideron antarët e saj si pjesë përbërëse të saj, sikurse ashtë të veten, sikurse mish të veten. Bashkësia këtu pra përshkruhet metaforikisht sikurse një trup i cili ka në përbërje të vet ashtë dhe mish. Ashti dhe mishi metaforikisht janë persona që e bëjnë këtë bashkësi. Fjalët Ecem dhe Basar kujtojnë fjalët e Adamit Evës tek libri Zanafils kapitulli 2 rreshti 23. Ecem pra do më thonë eshten, asht, kurse Basar do më thonë mish. Adami kur e sheh Evën thot kështu: kjo tani është ashti i eshtrave të mi
dhe mishi i mishit tim. Le të quhet grua, sepse kjo u mor nga njeriu. Përdoret për ky fjalor për të thënë se sa i afërt është Davidi me popullin. Tek rreshti i dytë ata theksojnë se edhe pse deri vonë ishte mret Sauli faktikisht as nuk ka sunduar ndo pak, sepse në hebraisht të mol shil shumë dje dhe pardje kishte qenë ashtu Davidi, ai që u ka pri edhe në kohën e Saulit. Edhe në kohën e Saulit Davidi ka qenë ai në hebraisht Hamotzi vë Hamevi, ai që nxirrte e ai që sillte zakonisht përkthehet. Kjo është një shprehje frazologjike që tregon se ishte mbreti David ai që i ka nis në luftë ushtarët deri tash dhe i ka bërë të kthej prej lufte. I ka nis e i ka sjell mrapa. Ai ka qenë komandanti ushtarak i vazhdueshëm. Tani është koha të zyrtarizohet diçka që ashtu ka qenë aktuale. Esenca teologjike e fjalëve të popullit qëndron tek funi i rreshtit të dytë, thotë kështu: ti do ta kullotesh popullin tim Izraelin dhe ti do të jesh pris mbi Izraelin. Fiset vet citojnë premtimin e Zotit që nuk e gjejmë të shkruar në Bibël, kështu të formuluar të pakten: ti do ta kullotesh popullin tim Izraelin dhe ti do të jesh pris mbi Izraelin. Mirë po personazhet e shkrimit shenjtë ndonjëherë kanë informata që ne lexuesit nuk i kemi. Ata thonë se Zoti ka përmend dy folje, Ra'a, që do të thonë me kullot, edhe Mashal, që do të thonë shumë gjëra, por si folje do të thonë me sundu. Njësoj edhe folja Malach do të thonë me mbretëru. Sidomos metafora bariut është e rëndësishme sepse Jezusi e përdor shpesh. Mbreti nuk është thjesht hegemon mbi popullin, por është kujdestar dhe ushqyes. Termi tjetër i rëndësishëm është termi Nagid, që do të thonë sundimtar i caktuar. Davidi është i njëjti që ka shpallur Samuelin mbret në Izrael, te kapitulli 13 rreshti 14 i librit të parë të Samuelit. Nagid pra është një person i caktuar nga Zoti. Caktimi i njeriut është vepër e Zotit. Te rreshti 3 përmenden të gjithë pleqët e Izraelit. Pleqët e kemi thënë sa herë janë të deleguarit e autorizuar që përfaqësojnë Izraelin. Pikrisht me ta Davidi lidh beslidhje. Kjo tregon se mbretëria e Davidit themelohet mbi beslidhje, berit në hebraisht. Por nëse kjo është e vërtet, kjo është atëherë dëshmi se zgjedhja e Davidit dhe shugurimi i tij mbret me lyrjen me vaj është vepër e Zotit, jo arritje e njeriut. Ky është dallimi i mbretërisë së Izraelit, mbretërisë davidike, me të gjitha tjerat. Këtu Davidi për herë të parë thirret Melech David, mbreti David. Kështu e lyen me vaj Davidin e shuguruan. Është hera e tretë që lyhet me vaj. Herën e parë gjejmë sikurse lexuam te kapitulli 16 rreshti 13 te libri i parë i Samuelit. Herën e dytë e lyen me vaj burrat e Judes te libri i dytë i Samuelit kapitulli 2 rreshti 4 dhe tani vajosja kombëtare nga i gjithë Izraeli. Një pra Zoti përmes Samuelit, atëherë Juda, atëherë krejt Izraeli. Davidi hyn në skenë progresivisht si mbret. Rreshti 4 thekson se Davidi kishte 30 vjet kur filloi të mbretërojë dhe mbretëroi për 40 vjet. 30 vjet është mosha e pjekurisë në Bibël, mosha e hyrjes në shërbim të levitëve, thot libri Numrave kapitulli 4 rreshti 3. Ishte mosha e Jozefit kur hyri në shërbim të faraonit, kapitulli 41 rreshti 46 i librit të Zanafils. Dhe sipas Ungjillit të Luks, kapitulli 3 rreshti 23, ishte mosha e fillimit të shërbesës së Jezusit. Luka shkruan kështu: Jezusi kur filloi veprimtarinë botore ishte rreth 30 vjeç, ishte, si kujtonin njerëzit, biri i Jozefit i Helit e kështu me radhë. Ai sundoi Arbaim Shana, 40 vjet, në hebraisht Arbaim Shana. 40 vjet është numri i plotësisë dhe i gjeneratës biblike. Për shembull, populli i Izraelit ec 40 vjet në shkretir, e kemi thënë sa herë, libri Numrave kapitulli 14 rreshta 33-34. 40 ditë Mojsiu qëndron në mal, libri Daljes kapitulli 24 rreshti 18. 40 ditë Elia qëndron në mal gjithashtu dhe këtë kena lexuar libri i parë i mbretërve kapitulli 19 rreshti 8. Mbretëria e Davidit zgjat pra një gjenerat të plot 40 vjet. 7 vjet e 6 muaj qëndron në Hebron, është shënim tipik i kronikave mbretërore të kohës. Regjistrimi bëhet saktësisht për secilën fazë, tregohet se dinjiteti i Davidit është i padiskutueshëm. Davidi në asnjë farë mënyrë nuk mund të mendohet se një mbret fallës, por një mbret me dinjitet të plot mbretëror.
Pas këtyre 7 vjetëve dhe 6 muajve, ai shkon në Jerusalem. Jerushalaim, kështu thirret Jerusalemi në hebraisht, do të bëhet kryeqyteti i Davidit pas Hebronit. Është kryeqyteti i mbretërisë së bashkuar, si edhe Kol Izrael vi Huda, krejt Izraelit dhe Judës. Mbretëria është krejt e bashkuar, Izraeli rreth mbretit bëhet një popull i vetëm, shugërimi me vaj i mbretit të shenjtë dhe populli që do ta ndjek është popull mbretëror, edhe ai është i thirrur të shenjtrohet njësoj si mbreti. Si përfundim mund të themi disa gjëra. Së pari, Davidi shugërohet mbret i ligjshëm në Izrael, të paktën brenda Izraelit gjithkush e ka pranuar, por edhe në nivel ndërkombëtar do të jetë i pranuar për të gjithëve. Davidi është i caktuar prej Zotit, por edhe është i konsideruar si ashti dhe mishi i krejt popullit. Është elementi hyjnor i bashkuar me atë njerëzor. Janë të dy të rëndësishëm. Së dyti, ky mbret është një bari, nuk është sundues, por shërbëtor. Profetët do të flasin për këtë metaforë, për metaforën e mbretit bari, për shembull Ezekieli 34, Zakaria 11, Jeremia 23, vetëm për të përmend disa profeten, por edhe ungjillit, për shembull Ungjilli i Gjonit kapitulli 10, mësimi i Jezusit me bariun e mirë. Tek Ungjilli i Mateut kapitulli 2, rreshti 6 citohet Mikea profet kapitulli 1 rreshti 1, që ka si funksion identifikimin e Mesis, Jezu Krishtit, pikrisht si bari i Izraelit. Fjala bari pra ka edhe sot në kish, kur flasim për papen si bari suprem i kishës, ose i peshkvejt, ose për meshtar si bari. Kjo fjalë bari tregon shërbimin e kujdesshëm të zgjedhurit të Zotit për popullin e tij. Së treti është beslidhja në themel të mbretërisë. Zgjedhja e mbretit nuk është marrëveshje politike, por akt që kryhet para Zotit, sepse prej Zotit do shugurohet. Nga këtu lind roli eskatologjik i mbretërisë davidike. Davidi lyhet me vaj, përdoret folja Mashiach, trashëgimtari i Davidit, i lyeri me vaj, do të jetë shpëtimtari i Izraelit. Gjaja e parë që Shën Mateu thekson në ungjillin e tij është pikërisht se Jezusi është trashëgimtari i Davidit. Ai thekson se është edhe i Abrahamit, por është e kuptueshme. Jezusi në mënyrë përfundimtare njëherë për gjithmonë trashëgon bekimet që Zoti i jep Abrahamit. Në Jezusin, në pjesëmarrjen në jetën e tij, që ne trashëgojmë përmes pagëzimit, edhe ne trashëgojmë të njëjtat premtime të Abrahamit, edhe ne marrim pjesë si të krishterë të pagëzuar në të njëjtën mbretëri davidike të Jezu Krishtit. Nga libri i dytë i Samuelit, kapitulli 7, rreshtat 1 deri në 9. Tashti, kur mbreti Zurit të banoj në shtëpinë e vet, e kur Zoti i dha paqe gjithkund nga armiqtë e tij përreth, i tha Natanit profet: "Apo e sheh, unë banoj në pallat prej qedri, ndërsa arka e hyj qëndron e vendosur në lëkura." Natani tha mbretit: "Gjithçka që ke në mend të bësh, bëje patjetër, sepse Zoti është me ty." Por se mua atë natë, Natanit i që drejtuar kjo fjalë e Zotit: "Shko e thuaj shërbëtorit tim Davidit, kështu thot Zoti, po a thua ti do të më ndërtosh një shtëpi për të banuar? Por unë nuk kam banuar kur në shtëpi që prej asaj dite që nxorra Izraelin prej tokës e Egjiptit deri në këtë ditë, por endesha në tend të banish me të banish, në për të gjitha ato vende që i përshkrova mbi të Izraelit. Ai kam thënë ndonjëherë prej gjyqtarëve të Izraelit, të cilët i kisha urdhëruar të kollot popullin tim Izraelin, pse nuk më ndërtuat shtëpinë pe qedri? Tani, kështu mi thuaj shërbëtorit tim Davidit, kështu thot Zoti i ushtrive, unë të kam marrë ty prej kollotëve ku ruaje grigjat për të qenë prirës mbi popullin tim Izraelin, dhe qesh me ty gjithkund nga do udhtove, i shbiva të gjitha armiqtë e tu para fytyrës sate, dhe emrin tënd e bëra të madh si emrin e të mëdhenjve që janë mbi tokë." Kapitulli 7 përshkruan periudhën e konsolidimit të mbretërisë së Izraelit. Davidi ka marrë Jerusalemin, kapitulli 5, 6 deri 9, ka sjell arkën në Jerusalem, kapitulli 6, dhe ka sjell paqen e Izrael, kapitulli 7, rreshti i parë. Tani rreshti i parë thekson se në Izrael kishte qëndrueshmëri dhe siguri. Davidi nuk është në lëvizje, ka shtëpi, ka ku të jetojë në paqe. Zoti kishte premtuar se do t'i jepte menuha, pushim, dhe këtu tregohet se Zoti e mban premtimin e vet. Zoti gjatë premtimit të vet, pra duke i dhënë atë çka i ka premtuar, i siguron një shtëpi, një bajit.
Fjala shtëpi do më thanë shtëpi fizike, por do më thanë edhe dinasti, familje, të ardhme. Ka në plan ndërtimin e tempullit të Zotit si një shtëpi, por për këtë do të flasim. Davidi nuk e shpreh qëllimin e tij, por shpreh pakënaqësi kur flet për mundësinë e ndërtimit të tempullit. Ai ka një shtëpi të ndërtuar prej cedrit të Libanit, të shtrenjtë dhe të mirë, kurse thot Aron Elohim, arka e Zotit, banon në një jëria. Kjo fjalë do më thonë tend, fjala jëria, banesë e ndërtuar me materiale të varfra të këqija. Tenda ishte edhe lëvizshme, jo stabil. Davidi mendon ta stabilizoj vendin ku do të qëndrojë tenda e Zotit, por që njeriu t'ja kaloi Zotit, këtë Davidi nuk mund ta pranonte që vetë të banonte në një shtëpi të ndërtuar prej cedrit të Libanit, kurse arka të banonte pikrisht në një shator. Tek rreshti i dytë del në për herë të parë në skenë profetin Natan. Do të takojmë përsëri tek kapitulli 12 i librit të dytë të Samuelit, pas mëkatit të Davidit. Atje fillimisht i pëlqen propozimi i Davidit, thot rreshti 3, gjithçka ke në mend të bësh, bëje patjetër sepse Zoti është me ty. Ky është një tjetër shembull i gabimit të profetit. Natani i jep Davidit leje, kol asher bilëvavha i thot, gjithçka që është në zemrën tënde, bëje, por nuk e konsulton Zotin përpara. Ajo ka pretendimin se duke qenë se atij i pëlqen propozimi, do t'i pëlqej edhe Zotit. Është një tjetër shembull i pretendimit të profetit. Natani thot, Zoti është me ty, Adonai imach, është për një men, Zoti do ta korrigjoj gabimin e Davidit. Prania e Zotit nuk e nënkupton aprovimin e çdo iniciative njerëzore veç. Ka njerëz që e kanë këtë pretendim se çkado që bëjnë ata e ka bërë Zoti. Çkado që të vendosin ata e ka vendosur Zoti. Për ata që e kuptojnë hebraishten, shprehja Adonai imach për mashkullore do duhet ishte Adonai imcha, por duke qenë se është në pozitën pauzale. Kjo parafjalë me mbaresën përemërore të vetës së dytë numrit 1 e zjenisë mashkullore merr një formë tjetër, por nuk është tani rasti të flasim tepër mbi gramatikën e hebraishtes. Zoti nuk vonon shumë, i shfaqet profetit gjatë natës. Gjatë natës faktikisht i shduk edhe Samuelit, libri i parë i Samuelit kapitulli 3. I shduk edhe Jakobit gjatë natës, Zanafila 28, Leder 22. Edhe Salomonit do t'i duket gjatë natës në ëndër, libri i parë i Mbretit kapitulli 3 rreshti 5. Nata është shpesh në Bibël kohë kur zbulohet Zoti. Tek rreshti 5 Zoti shprehet me fjalë rreptësie. Shko e thuaj shërptorit tim Davidit, kështu thot Zoti, po a thua ti do të më ndërtosh një shtëpi për të banuar? Urdhri i Zotit fillon me ko amar Adonai, kështu thot Zoti, do të hasim shpesh këtë shprehje kur të studiojmë profetet. Ai do të dëgjoj me parë fjalën e Zotit dhe atë do të flas. Profetit mos mendoj se fjala e tij është fjala e Zotit. Profeti autentik rrin në dëgjim të vazhdueshëm të fjalës së Zotit. Davidin Zoti e quan Avdi, shërptori im, është mbreti sipas zemrës së Zotit ai mbet shërptor edhe nëse ka gabuar. Shërptor janë edhe Mojsiu, ligji i përtrim kapitulli 34 rreshti 5, Jobi kapitulli 1 rreshti 8, gjithashtu edhe shërptori Isais është shërptori i Zotit, Isaia 42 rreshti 1. Zoti bën një pyetje retorike. Ha ata tivneli bajt, a ti do të më ndërtosh shtëpin, ti e ai që më ndërton mua shtëpin. Tu vëhet theksi tek premri vetor, ata, ti, jo ti do të ndërtosh për mua, por unë do të ndërtoj për ty. Kështu zakonisht interpretohet prej shumicës më të madhe të studiuesve të librit të dytë të Samuelit. Këtë thot Zoti tek rreshti 11 i kapitullit 7. Pra, ndron roli krejtësisht dhe ndron në mënyrë të qëllimshme. Davidi donte ta ndërtonte shtëpinë për Zotin, por Zoti është ai që do ta ndërtoj një shtëpi për Davidin. Rreshtat 6 dhe 7 përkujtojnë përvojën e shkretirës. Zoti thekson se gjatë asaj kohe ka qëndruar në mesin e popullit, e ka ndjekur popullin, i ka qëndruar afër. Rreshtat tjerë theksojnë identitetin e Davidit dhe identifikimin e tij me një bari. Zoti e ka thirrur ndër bari, sepse ai dëshiron të jetë bari i popullit të vet, sepse populli ka nevojë për Zotin
dhe i zgjedhuri do të jetë përfaqësuesi i tij, si profeti, si mbreti. Në këtë kapitull paraqitet figura e Davidit, një nga personazhet më të rëndësishme dhe më komplekse të Biblës. Ai është gjithashtu autori shumë psalmeve. Jeta e tij përshkruhet kryesisht në librat biblik si libri i parë i Samuelit, libri i dytë i Samuelit, libri i parë i Kronikave dhe në librin e psalmeve. Figura e Davidit zën një vend qendror në historinë biblike të Izraelit. Jeta e tij nuk përfaqëson vetëm historinë e një mbreti, por edhe rrugëtimin e një njeriu të zgjedhur nga hyj, i cili kaloi nga jeta e një bariu të thjeshtë në fronin mbretëror të Izraelit. Gjatë këtij rrugëtimi, ai përjetoi fitore të mëdha, sprova të shumta, rënien në mëkat dhe një pendim të sinqert dhe të thellë. Sipas të dhënave biblike, Davidi jetoi rreth viteve 1040-970 para Krishtit. Ai mbretëroi mbi Izraelin për afërsisht 40 vjet dhe konsiderohet një ndër mbretërit më të rëndësishëm dhe më të lavdishëm në historinë e popullit hebre. Koha në të cilën jetoi Davidi ishte një periudhë ndryshimesh të mëdha për popullin e Izraelit. Kombi po kalonte nga sistemi i gjykatësve në atë të monarkisë. Mbreti i parë i Izraelit ishte Sauli, por hyi vendosi ta zëvendësonte atë me Davidin. Në atë kohë Izraeli ishte i rrethuar nga armiq të shumë si filistinët, moabitët, amonitët, edomitët e të tjerë. Detyra e Davidit ishte jo vetëm të siguronte bashkimin politik të kombit, por edhe të forconte unitetin e tij fetar. Davidi lindi në Betlehem në familjen e Jeseut. Ai ishte më i vogël ndër 8 djemtë të tij. Në kulturën e asaj kohe, djali më i vogël zakonisht kishte pak rëndësi në çështjet familjare dhe shoqërore. Pikërisht për këtë arsye, zgjedhja e Davidit nga hyj ishte e habitshme dhe e papritur. Në kohën kur profeti Samuel u dërgua nga hyj në shtëpinë e Jeseut për të vajosur mbretin e arshëm të Izraelit, askush nuk do të mendonte se zgjedhja do të binte mbi Davidin. Madje ai as që nuk ishte i pranishëm në fillim, sepse ishte bari duke kujdesur për tufën e deleve të familjes. Kur Samueli pa vëdhërzet e tij, mendoi se më e madhe ishte zgjedhja e hyjit, por Zoti tha: "Njeriu sheh pamjen e jashtme, kurse Zoti shikon zemrën." Kështu pra Davidi u vajos fshirëzi si mbreti i arshëm i Izraelit. Ky episod na tregon një temë të rëndësishme biblike. Hyj zgjedh ata që bota i konsideron të vegjël, të dobët dhe të parëndësishëm, por që janë të gatshëm të përgjigjen thirrjes së tij. Përvoja e bariut u bë simbol i mënyrës se si ai do ta qeveriste popullin e Zotit. Më vonë ai do ta përshkruante Zotin si bariun e tij në Psalmin 23 ku thotë: "Zoti është bariu im, asgjë nuk më mungon." Kjo mund të jetë edhe një nga arsyet pse Jezusi më vonë e përdor figurën e bariut për ta përshkruar veten si bariu i mirë. Në këtë simbolik mund të shihet një lidhje veçantë me Davidin, i cili para se të bëhej mbret ishte bari dhe nga i cili Jezusi rrithë sipas gjenealogjisë së tij njerëzore. Kështu figura e bariut shndrohet në një shenjë të kujdesit, udhëheqjes dhe besnikërisë së hyjt ndaj popullit të tij. Ngjarja më e famshme e jetës së Davidit është betejë kundër gigantit e Filistin Goliatit. Ishte pikërisht ky moment kur Davidi hyri dhe u bë pjesë e vorrit mbretëror. Përveç se luftëtar, Davidi ishte edhe artist dhe poet. Ai luante me harp, kompozonte këngë, shkruante poezi e këndonte psalme. Kur Sauli vonte nga shqetësime shpirtërore, Davidi i thirrë në pallat për t'i rënë harpës, e muzika e tij e qetësonte mbretin. Mendohet se ai ka shkruar rreth 73 psalme të ndarë në psalme lavdërimi, besimi, pendese dhe lutje. Ishte mik shumë i mirë i Saulit, e sidomos të birit e tij Jonatanit. Por mbasi fitoi popularitet të madh ndër njerëz, sidomos pas fitores mbi Golian, Sauli filloi ta xhelozonte pafund, madje shkoi deri në përndjekjet e tij, sepse shikonte si rrezik për fronin mbretëror. Gjatë kësaj kohe Davidi u detyruar të bënte një jetë në arrati të vazhdueshme. Fitore mbi Golian ishte dëshmia fitore së të dobtit ndaj të fortit. Nëse Goliati përfaqëson frikën, arrogancën e fuqinë njerëzore, Davidi përfaqësonte besimin, bindjen ndaj Zotit e guximin shpirtëror. Ndërsa të gjithë shikonin madhështinë e armikut, Davidi shikonte madhështinë e Zotit. Megjithatë, edhe kur pati mundësi ta vriste Saulin, Davidi nuk e bëri sepse konsideronte mbretin të vajosurin e Zotit. Ky është një nga shembujt më të mëdhenj të falës dhe të respektit në Bibël.
Kjo periudhë ishte një shkollë e vërtet shpirtërore për Davidin. Shumë psalme mendohet se janë shkruar pikërisht gjatë këtyre viteve. Në vend që të rebelojë kundër Zotit, Davidi mësoi durimin, besimin, pritjen e kohës së hyjit. Pra, Davidi ishte një njeri sipas zemrës së hyjit. Shpeshherë edhe neve mund të gjendemi në situata të tilla arratije, në situata të vështira dhe në kohë pa sigurie totale. Shembulli i Davidit mund të bëhet edhe për ne sot një shembull konkret, duke pasur besim në hyn dhe duke pritur me durim kohën e hyjit. Në kapitujt 1 deri në 8 të librit të 2 të Samuelit, pas vdekjes së Saulit, shohim kalimin e pushtetit tek Davidi, bashkimin e fisëve të Izraelit, vendosjen e Jeruzalemit si kryeqytet dhe premtimin e madh që hyi i bën Davidit. Në këto kapituj nuk flasin vetëm për historinë e një mbreti, por na ndihmojnë të kuptojmë se si hyi vepron në jetën e njerëzve, duke treguar se si ai e realizon planin e tij të shpëtimit në histori përmes një njeriu që megjithse i papërsosur, kërkon ta ndjek vullnetin e tij. Davidi bëhet kështu figurar që parapërgatit ardhin e Jezu Krishtit, mbretit të përjetshëm. Pra me të fillon edhe tradita e mesianizmit mbretëror. Kur besimtari e merr në dorë për herë të parë për të lexuar këtë kapitull të shkrimit të Shajt, mund t'i lindë pyetja: po ku është Zoti këtu? Pasi lexon vetëm luftra, sulme, vdekje, krenari, luftë për pushtet, luftë për të dalë i pari, sulme për të arritur trashëgiminë e fronit e të tjerë. Por duhet të meditojmë më thellë në rreshta për të kuptuar më mirë figurën e Davidit dhe veprimin e tij. Dhe gjithashtu, edhe ndërhyrjen e hyjit në historinë e popullit të Izraelit. Në kapitullin e parë, shohim se Davidi pas vdekjes së Saulit dhe Jonatanit nuk gëzohet për vdekjen e armikut të tij. Përkundrazi, ai çan dhe vajton madje shkruan në një poem për të ngjarje. Davidi tregon se zemra drejt nuk gëzohet për fatkeqësinë e tjetrit. Edhe pse Sauli e kishte përndjekur në mënyrë të vazhdueshme për vite me radhë, Davidi e respekton atë si të shëguruarin e Zotit. Mesazhi që na vjen neve sot është se shpesh njerëzit gëzohen kur dikush që i ka lënduar person humbje, ndërsa Davidi na mëson faljen, respektin dhe mëshiren. Jezusi do ta çojë me tej këtë mësim në plotësi kur thotë: "Duheni armiqtë tuaj dhe luteni për ata që ju përndjekin." Mateo kapitulli 5, rreshti 44. Ky është një moment për të reflektuar edhe për ne. A di të fal kur më lëndojnë? A lutem për ata që më kanë bërë keq? Në kapitullin e 2 shohim që Davidi zgjidhet mbreti i Judes në Hebron duke vajosur nga burrat e Judës. Fillon një periudhë konfliktesh dhe pasigurie që zgjasin disa vite. Megjithse Davidi ishte i shëguar nga hyji shumë kohë më parë, ai nuk përpiqet ta marrë pushtetin me forcë. Ai pret kohën e Zotit. Kjo është një nga virtytet më të mëdha të Davidit. Ai beson se ajo që hyji ka premtuar do të realizohet në kohën e duhur. Kjo periudhë na tregon se planet e hyjit realizohen gradualisht. Shpesh duam që gjithçka të ndodhë më njëherë. Shpesh besimtarët të humbin durimin kur nuk shohin më njëherë frytet e lutjeve apo të sakrificave të tyre. Por hyji nuk vepron sipas kohës tonë, por vepron sipas kohës së tij. Ai edukon zemrën tonë përmes pritjes. E në Bibël kemi shumë figura biblike të cilat kanë pritur me durim. Abrahami, Jozefi, Mojsiu e së fundmi Davidi. Edhe ne jemi të thirrur të presim me qëndrueshmëri dhe me besim në planin e hyjit. E përpara nesh në këtë moment na shtrohen pyetja: a di të pres me besim e me durim kur gjërat nuk shkojnë sipas planeve të mia? A e besoj se hyji po vepron edhe kur unë nuk e shikoj? Në kapitullin 5, pas shumë vitesh përndjekje e përpjekje, do të shohim se si ai arrin të bashkojë krejt popullin dhe të ketë fituar një pranim të përgjithshëm, për të vendosur kështu fronin e tij në Jeruzalem. E Davidi bëhet mbreti i Izraelit përsëri në Hebron. Ai pushton Jeruzalemin dhe bëhen kryeqytet të mbretërisë. Jeruzalemi bëhet kështu jo vetëm qendra politike, por edhe fetare e popullit të hyjit. Jeruzalemi do të ketë kështu një rol të veçantë në historinë e shpëtimit, sepse aty do të ndërtohet tempulli, aty do të predikojë Jezusi, aty do të vdesë dhe do të ringjallet Krishti, aty do të lindë kisha në ditën e rreshajve. Në Bibël, Jeruzalemi nuk është thjesht një qytet, ai është simbol i vendit ku hyji banon me popullin e vet. E pyetja që na shtrohet në këtë moment,
A i vendos hyjë në qendër të jetës tënde? A punoj për unitetin në familje në komunitet? Në kapitullin 6, Davidi dëshiron të vendos arkën e beslidhjes në Jeruzalem, sepse arka ishte shenja pranisë së hyjit mes popullit. Kjo është një nga ngjarjet më të bukura të gjithë kapitujve 1 deri në 8. Arka përmbante pllakat e ligjit dhe ishte shenja pranisë së hyjit mes popullit. Kur arka hyn në qytet, Davidi vallëzon dhe këndon me gjithë forcën e tij përpara Zotit. Ai nuk shqetësohet për pozicionin mbretëror apo për atë që mendojnë të tjerët. Ai gëzohet sepse Zoti po banon në mesin e popullit. Mësimi që na vjen sot pikërisht nga kjo pjesë e shkrimit shenjtë është se feja dhe besimi nuk janë thjesht rregulla apo detyrime. Feja është takim me hyjin. Kur njeriu e përjeton vërtet praninë e hyjit apo takimin me hyjin, zemra mbushet me gëzim. Një gëzim që nuk arrin dot ta përshkruaj me fjalë. Dhe për atë person që përjeton një gjë të tillë, nuk ka më vlerë asgjë tjetër, përveç se hyjit e ndjekjes dhe shpalljes së tij kudo. E pyetja që na shtrohet në këtë moment, a jetoj unë fen time me gëzim? A kam unë turp ta dëshmoj besimin tim? Në një homili Papa Francesku ka theksuar se gëzimi krishter është frymëmarrja e krishterit. I krishteri të cilit nuk i gufon zemra nga gëzimi nuk është krishteri i mirë. Gëzimi është frymëmarrja e krishterit dhe mënyra e tij të shprehurit. Nuk shitet e as nuk blihet. Nuk bëhet me zor, por është fryt i shpirtit shenjtë. Gëzimi i zemrës është dhuratë e shpirtit. E unë në këtë moment po them që një i krishter pa gëzim nuk mund të jetë një dëshmitar i mirë i Ungjillit. Në traditën e kishës, arka e beslidhjes shihet ndryshe dhe si figura e Marisë. Ashtu si arka mbante fjalën e hyjit të shkruar në gur, Maria mbarti në barkun e saj fjalën e mëshiruar Jezu Krishtin. Dhe në 2 kapitujt të fundit, pra 7 dhe 8, të librit të 2 të Samuelit, përbën një nga pikat më kulmore të historisë së Davidit. Pas viteve të tëra luftrave, përpjekjeve për të bashkuar popullin e Izraelit në një të vetëm, Davidi tashmë është vendosur në Jeruzalem si një mbret i gjithë edhe i pranuar nga gjithë populli. Këta kapituj tregojnë se si hyi e bekon mbretërinë e tij dhe vendos një beslidhje të veçantë me të, e cila do të ketë rëndësi të jashtëzakonshme në historinë e shpëtimit. Në këtë kapituj është zemra teologjike e gjithë librit. Davidi dëshiron të ndërtojë një tempull për hyin, por përmes profetit Natan, hyi jep një përgjigje që askush nuk e priste. Ai kujton Davidis se gjatë gjithë historisë ka qenë hyi që ka vepruar për popullin. Pastaj hyi bën një premtim madhështor, se Davidi do të ketë një dinasti të qëndrueshme, një pasardhës që do të mbretërojë, një mbretëri që nuk do të shuhet. E pikërisht në këtë moment, hyi bën një beslidhje me Davidin. E në planin e afërt ky premtim lidhet me Salomonin, i cili do të ndërtojë tempullin. Por as Salomoni dhe as pasardhët e tij nuk do të mund ta përmbushin plotësisht premtimin e një mbretërie të përjetshme. E kisha e kupton këtë premtim si profeci për Krishtin. Kur angjëlli Gabriel i shpall Marisë lindjen e Jezusit, ai përdor gjuhën e premtimit bërë Davidit. Ai do të mbretërojë mbi shtëpinë e Jakobit e gjithmonë, e mbretëria e tij nuk do të ketë marim. Luka 1, rreshti 33. Jezusi pra është pasardhës i Davidit. Ai nuk mbretëron nga një front toksor, por nga kryqi dhe ringjallja. Fitore që Davidi korr njëra pas tjetrës dhe që na paraqitet në kapitullin 8, i dedikohen njërat shumë aftësive ushtarake të tij, por i burimi i suksesit ishte bekimi hyjnor. Çdo i krishter në jetën e tij zhvillon betejë të shumta, kundër mëkatit, kundër egoizmit, kundër tundimeve, kundër dëshpërimit, kundër ankthit etj. Ashtu si Davidi, edhe ne nuk mund të korrim fitore kundër mëkatit dhe veseve me forcën tonë, por vetëm në saj të pranisë së hyjit në ne dhe hirit e tij. Shën Pauli thotë, gjithçka mundem në atë që më jep forcë. Lidhja që ekziston midis figurës së Davidit dhe personit të Jezusit. Në traditën biblike, Davidi nuk është vetëm një mbret i rëndësishëm i Izraelit, por edhe një figurë që përgatit ardhen e Jezusit. Shumë ngjarje, cilësi dhe premtime që lidhen me Davidin, gjejnë përmbushjen e tyre të plotë në personin e Jezusit. Për këtë arsye, Davidi konsiderohet një figurë mesianike, do të thënë një parapërfigurim i Mesisë që do të vinte. Si Davidi ashtu edhe Jezusi lindën në Betlehem,
i pari zgjedhur për të bashkuar popullin e Izraelit në një udhëheqës të vetëm, ndërsa i dyti për të udhëhequr popullin e hyjt drejt shpëtimit. Kjo lidhje nuk është rastësore, por tregon vazhdimsinë e planit të Zotit në histori. Davidi u vajos mbret nga profeti Samuel, ndërsa Jezusi është i vajosur për sosur hyjt, pra Mesia. Një tjetër lidhje e rëndësishme është ajo e Bariut. Pra para se të bëjë mbret, Davidi kujdesej për tufën e deleve. Jezusi përdor të njëjtin imazh kur thotë: "Unë jam bariu i mirë." Ashtu si Davidi rrezikonte jetën për të mbrojtur delet nga egërsirat, ashtu dhe Jezusi e jep jetën e vet për shpëtimin e njerëzve. Davidi fitoi mbi Golian, armikun që terrorizonte popullin e Izraelit. Në këtë kuptim, ai paraqitet si çlirimtar i popullit. Jezusi krye një fitore edhe më të madhe, ai imposhti mëkatin, vdekjen dhe të keqen. Ndërsa Davidi përdori një gur për të rrëzuar Golian, Jezusi përdori dashurinë, bindjen e Atit dhe sakrificën e kryqit për të fituar mbi fuqitë e errësirës. Davidi ndërtoi themelet e Jeruzalemit toksor, ndërsa Jezusi hap rrugën drejt Jeruzalemit qiellor. Megjithatë, ekziston një dallim i madh ndërmjet tyre. Davidi, pavarësisht se ishte njeri sipas zemrës së hyjt, mbeti një njeri me dobësi dhe mëkate. Mëkati i tij tregon kufijtë e natyrës njerëzore, ndërsa Jezusi është pa mëkat. Aty ku Davidi dështoi, Jezusi qëndroi plotësisht besnik ndaj vullnetit të Atit. Kjo bën që Jezusi të jetë mbreti i përsosur, ai që realizon në mënyrë të plotë atë që Davidi vetëm sa e para përfituronte. Si përfundim, themi që jeta dhe misioni i Davidit gjejnë kuptimin dhe përmbushjen e tyre të plotë në personin e Jezu Krishtit. Ndërsa në këndvështrimin kishtar, Kisha shekon Davidin si një model të pendesës së sinqert. Edhe pse ai ishte mbret dhe i zgjedhur nga Zoti, Davidi ra në mëkat. Megjithatë, kur u përball me të vërtetën, ai nuk u justifikua, por e pranoi fajin dhe u kthye te hyj me zemër të penduar. Në një botë ku shpesh njerëzit kërkojnë të fshehin gabimet e tyre, Davidi mbetet një shembull i rëndësishëm i përultësisë dhe i kthimit tek Zoti. Për këtë arsye, Kisha përdor shpesh psalmin 51 në kohën pendestare, veçanërisht gjatë kreshbeve. Gjithashtu, Kisha sot me gjente Davidi edhe modelin e udhëheqësit sipas zemrës së hyjt. Megjithse kishte pushtet, ai e kuptonte se autoriteti i tij ishte shërbim ndaj popullit. Kjo është një thirrje e vazhdueshme për të gjithë ata që kanë përgjegjësinë e kish, i peshgvit, meshtar, rregulltar, laik të angazhuar. Kjo tregon që udhëheqja krishtere nuk duhet të bazohet në dominim, por në shërbim. Ashtu si Jezusi i biri Davidit erdhi për të shërbyer dhe jo për tu shërbyer. E në fund, Kisha shikon Davidin si një figurë që pasqyron përvojën çdo të krishteri. Jeta e tij përmban momente besimi dhe dobësie, fitore dhe dështimi, besnikërie dhe pendese. Pikërisht për këtë arsye, ai mbetet afër zemrës së besimtarëve. Në figurën e Davidit, Kisha sheh njeriu që pavarësisht gabimeve dhe kufizimeve të veta, nuk pushon së kërkuari Zotin dhe së besuari në mëshirën e tij. Në takimin e ardhshëm do ta shpjegojmë konceptin Mesi. Do ta shpjegojmë fjalën Mesi, por më shumë nga pikpamja letrare, gjuhësore. Do të mundohemi që prej kësaj pikpamje të kuptojmë edhe elemente teologjike. Për këtë arsye ju këshilloj shumë që ta dëgjoni me kujdes mësimin e herës së ardhshme, sepse është një mësim që ndihmon ta kuptojmë edhe aspektin mesianik të vetë Jezu Krishtit. Do të lexojmë gjithashtu pjesë prej kapitujve 9 deri në 17 të librit të dytë të Samuelit. Janë pjesë shumë të njohura, mëkati i Davidit e tjera. Ju këshilloj të lexoni të gjitha të shtëpia me qëllim që t'i kuptoni më mirë. Faleminderit shumë për sot për vëmendjen tuaj. Zoti ju bekoftë të gjithëve.